i cili vjen nga jashtë dhe del në treg. A ka rrezikshmëri që ky mish të ketë të njëjtën problematik për shkak të këtyre vendeve origjinës, se konkretisht edhe kryesisht vjen nga Brazili, i cili del në shitje masive në treg. A mund ta ketë dhe i njëjti mish, por një lloj tjetër, siç e thash, mish viçi ose gici, këtë problem? Të njëjtën problem e patën edhe me mishin e gicit pak më përpara, ka ndodhur njëjti problem me mishin e gicit. Të njëjtin problem ka ndodhur edhe me mandarinat me pesticida. Me që dolën me një kimikat rrezikshëm. Njëjti problem. Këto janë problematika të AKU-s, shtetit, Ministrisë Bujqësisë që merret me këto çështje. E qartë. Pra autoriteti i kontrollit kombëtar të ushqimit është autoriteti i cili ka detyrimin ligjor i parë dhe që mban përgjegjësi. Dhe inspektoratet e ndryshme, siç është dhe Inspektorati i Shëndetit, i cili gjithashtu duhet të jetë aktiv, sidomos kur ndodh ky fenomen shqetësues, sepse di çfarë ndodh, problemi është se këto janë edhe pak çështje sensitive, se nëse ndërtohet biseda nisur nga premisa e operatorit, duket sikur e drejton le të themi tytën e armës ose vëmendjen e publikut tek ai. Jo, problemi është që ne po flasim për një fenomen, dhe çdo fenomen ka dhe ajo ekzekutorët e saj në terren, në kuptimin e atyre që realisht e bëjnë problemin. Mirë, po unë mendoj që nuk qëndron problemi se çfarë bën operatori, dhe qëndron te standardi dhe te kontrolli. Mendon që mund të rregullohet për shkak të rritjes së përgjegjshmërisë apo ka nevojë për një rregullim ligjor tjetër? Unë besoj se ka nevojë për një riformatim i gjithë procesi. Ne jemi munduar gjithmonë të afrohemi dhe besoj që jemi drejt standardeve europiane të trajtimit të zogjve dhe të cilësisë që sjellim në treg. Por të gjithë e dinë që cilësia ka kosto dhe është më pak e afrueshme nga një popull i varfër. Drejt. Se vë flasim për një vend që jeton me rroga minimale, me pensione minimale, që ta dimë edhe çfarë konsumatorësh ka Republika e Shqipërisë. Po, e vetmi gjë që na ka bërë ne, na ka ulur, si më thënë, çmimin, dhe çmimi i ulët normalisht ne nuk na lë të zhvillohemi si kompani që të shtojmë jo 100, të bëjmë 200 vetan punonjës. Ajo është gjithë synimi jonë. Ne nuk kemi synim që, më thënë, përveç asaj normalisht, që çdo kush e bën biznesin për të fituar, ne kemi dëshirë të zhvillohemi. Ne kemi dëshirë që të cellim një produkt mirë dhe njerëzit kenë besim te produkti jonë. Të qartë. Shiko, e di çfarë më bën përshtypje mua? Një problem i tillë, po ta kuptojmë nga përmasat dhe nga dinamika se si shtrin valët e efekteve, dëmton konkurrencën. Dëmton pasoja shëndeti, kuptoj të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Dëmton menaxhimin dhe standardet e tregut. Dëmton po ashtu operatorët e shitjes dhe çpërndarjes. Dëmton po ashtu imazhin e institucioneve. Pra neglizhenca dhe egoja njerëzore për të zgjedhur fitim në një produkt i cili është etik. Dhe gjithashtu që ka këtë lloj dinamike, këtë lloj përmase, unë mendoj që është një shkelje flagrante. Është rast flagrant. Duket si gjë e parancishme dhe imagjino, se ajo që ka rëndësi është dhe kjo. Bëhet fjalë për Shqipërinë si atraksion turistik dhe vend destinacioni. Pra domethënë këtu gjithë turistët që do vinë do kënaqen me salmonel, ose nëse ne hym BE do hym bashkë me salmonel me vete se kjo. Do jemi gjithë bashkë drejt Evropës. Se kjo është problemi. Po. Si shikon nga pikpamja, nga kjo pikpamje, le ta themi, e kontekstin në cilin ndodhet Shqipëria. Bëhet fjalë që ne duam ta adhurojmë në BE dhe dihet që standardi i kontrollit ushqimor dhe cilësia e ushqimeve është një nga pjesët përbërëse edhe të kapitujve. Këto lloj se do ta shohim pak më në afatgjat edhe në një kuptim politik edhe më të madh sa ne jemi munduar gjithmonë që të jemi me një standard shumë të lartë. Dhe kemi bërë një standard shumë të lartë dhe teknologji shumë të lartë që mund të besoj që mund të jetë e vetmja në rajon që ka këtë lloj teknologjie dhe këtë lloj standardi të cilësisë. Qartë. Më the për BE-n. Po. Shqipëria nuk ka të drejtën të eksportojë mallra të mishit në BE. Për shkak të mos kontrolleve. Gjithë problemi qëndron tek mos kontrollimi i produkteve. Dhe ne mund të arrijmë, kemi arritur standardet e Europës në cilësi
Po. në shërbim, në delivery, si thonë, Po. por ne nuk mund të eksportojmë, për shkak se BE-ja nuk kemi një rrjet kontrollin ne në Shqipëri që të bëj... Ka formalitet, burokraci dhe taksat larta, por gjithashtu duke qenë se nuk kemi bërë akoma vend antar i Bashkimit Evropian, i cila ka 4 liri themelore, që është lëvizja e lirë e njerëzve, mallrave, shërbimit dhe kapitalit, ku një nga këto është dhe këto lloj produktesh. Në këtë moment, duke pasur parasysh që ne jemi në pikën e plotësimit të 2 kapitujve dhe do vëzhgohemi dhe për standardet e tjera, siç e thash, siguria ushqimore sepse është çështje me sensibilitet lart në Europë dhe ti e di më mirë se unë sepse ke studiuar në Perëndim. Mendoj që pikërisht është një nga elementet e tjera dhe është elementi madhor që dëmton interesin e vendit tonë në këtë momente. Mendoj që politika, zoti Ndreu, do të jetë më e përgjegjshme dhe do të ketë vëmendje më të madhe në sigurinë ushqimore? Normalisht që po. Pjesa që është më shqetësuese është sëmundjet që kanë ndodhur në Shqipëri. Po. Onkologjiku është i mbushur plot. Unë kam familjarë të mi që janë me të njëjta probleme dhe gjitha problemet e atyre në onkologjik janë në problemin e tretjes, stomakut dhe të zorës së trash. Po. Kjo lidhet direkt me ushqimin. Njerëzit duhet të ndërgjegjësohen jashtë mase drejt ushqimeve, drejt informimit dhe konsumimit të produkteve cilësore. Kjo është një gjë themelore që duhet ndodhi dhe duhet ndodhi në mënyrë të menjëhershme në Shqipëri. Ne kemi shpërndarë në përgjithë konsumatorët flet palosje me informacione për se si njerëzit duhet të ushqehen, jo vetëm tek produktet e pulës, por tek gjithë gama e shportës që është... Po, janë produktet jetike dhe të domosdoshme. Po, normalisht. Ajo është pjesa që ndikon. Mua personalisht më kanë ndikuar shumë tek familjarë, siç ta thash, që janë smur dhe raportet e doktorave gjithë thonë pjesa e konsumit të ushqimeve ndikon thellësisht tek problemet që është mbushur onkologjiku plot me njerëz. Politika duhet të reformoj totalisht kuadrin ligjor, të ndryshoj ligjet, të kontrollet më të larta, të ndihmoj prodhuesin shqiptar dhe të ketë kontroll cilësor, jo kontroll formal. Kontroll cilësor dhe mos të ketë interes vetëm ko fushate. Interes ko fushate, po edhe se fushata një muaj zjatë. Jeta njerëzve është mobilitet permanente, është e vazhdueshme. Po dhe ajo nuk duhet jetë vetëm fushat, duhet jetë gjatë gjithë kohës kontroll total, sidomos në produktet e importit. Duke qenë se jemi në moment fushate, duhet të bëjë pyetje të tillë. A ju ka thirrur ndonjëherë juve si operator, sepse tash janë edhe këto programet politike që kanë partitë? Drejt që ta ka ndonjë parti politike e cila ka interes në rritjen e fokusit